Cilat janë mjetet që Zoti i përmend në Kur'an ose përmes Muhamedit alayhi salam që neve na ndihmojnë në edukimin e epshit. E para për tyre është namazi dhe adhurimi. Pra adhurimi i përgjithshëm si koncept islam dhe namazi si pasqyrimi më i mirë i adhurimit kërshi Allahut të Madhërisëm. Allahu për namazin çfarë thot? Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Pa dyshim se namazi ndalon nga gjërat e këqija dhe të shëmtuara. Nuk ka mburojë më të fuqishme për besimtarin se sa praktikimi i namazit. Nuk ka faktor më të drejtë për drejtë që ndikon në edukimin e epshit të njeriut se sa namazi. Nëse namazi bëhet pengesë e fuqishme mes nesh dhe mes joshjeve epshore, mes dëshirave pasionante që ne mund t'i kemi në raport me kënaqësitë e jetës së kësaj bote. Për na bën që ato t'i kuptojmë, t'i pranojmë dhe t'i përjetojmë sipas asaj që duhet, jo sipas asaj që ne mendojmë apo pretendojmë, por sipas asaj që Zoti urdhëron e thot, sipas asaj që na mëson njeriu më i ndershëm, më i ditur dhe më i vetëpërmbajtur, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Uthmani radiallahu anhu kur e dëgjonte një ajet që fliste për zjarrin e xhenemit, zbehej në fytyrë dhe shpesh i binte të fikët gjatë namazit nga frika e Zotit. Shikoni se çfarë devotshmërie të lartë kanë pasur sahabët, e në veçanti halifet e drejtë, të cilët u edukuan me edukat pejgamberike. Prandaj edhe e morën statusin e udhëheqësve të drejtë dhe të pasuesve në udhëheqjet e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Ai kur i dëgjonte disa ajete që ja përkujtonin zjarrin, ja përkujtonin ahiretin, ai rënqethej, jo rallëherë edhe e humbte vetdijen e tij nga respekti i madh që kishte për Allahun e Madhërisëm. Për dallim për nesh sot fatkeqësisht ku shumë pra ajeteve i dëgjojmë, i lexojmë, por nuk rënqethemi. Dhe kjo tregon për atë se zemrat kanë filluar të ngurtësohen. Zoti na ruaj nga zemrat e ngurta. Andaj duhet që zemrat të zbusin me përulje kërshi Zotit Madhërisëm. Në mënyrë që epshi ynë të edukohet në nivele të larta, ashtu siç janë edukuar sahabët e nderuar. Agjërimi është gjithashtu prej mjeteve të drejtë për drejta që ndihmon në edukimin e epshit të njeriut. Prandaj pejgamberi Allahut kur i këshilloi të rinjët dhe të rejat e shoqërisë së tij në Mekë, dhe rrjedhimisht edhe neve gjithashtu, u tha se o i rini, ju duhet që të martoni sa më shpejt që të keni mundësi. Pastaj tha, wa man lam yastati fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wajh. E kushdo që s'ka mundësi që të martohet, por arsye të ndryshme, atëherë le ta agjërojë nga se agjërimi i bëhet mburoj. Agjërimi i bëhet shkak i edukimit dhe i disiplinimit të epshit të tij. Njerëzit që vazhdimisht agjërojnë janë më të mbrojtur nga ndikimet epshore. Janë më të mbrojtur nga rënjet në harame. Sidomos në haramet që kanë të bëjnë me imoralitet. Nga se kur ne agjërojmë, jemi përballë Allahut Madhërisëm përmes një ibadeti të jetë fisnik. Prandaj e ruajmë jo vetëm zemrën tonë, jo vetëm trupin tonë, por edhe syt, edhe veshët, edhe çdo gjë që e karakterizon fizikun e njeriut. Dhe kësaj ne bëhemi të mbrojtur nga ndikimet e jashtme që mund të na çojnë në humbje apo në prishje të moralit tonë, Allahu na ruaj. Abdullah ibn Mesudi i këshillonte të rinj të agjëronin për të ruajtur pastërtinë e tyre dhe për të larguar nga tundimet. Ai që agjëron zakonisht është më i mbrojtur nga tundimet epshore me të cilat mund të joshet dhe të provokohet.